për drejt në ekranin e televizionit Plan. Sigurisht që këtë të hënë të fillim jave nuk mund të qelim pa folur pikërisht për vizitën e Papës dje në Shqipëri, në Tiranë, një vizitë historike. Kemi jetuar të gjithë një ditë të madhe, edhe në fakt edhe sot, sigurisht teksa takoheshim me njëri tjetrin, sepse dje ndoshta ishte pa mundur për tu takuar, përderisa edhe në fakt siguria ka qenë vërtet në nivele shumë të larta, kështu që sot ishte kryetema e diskutimeve dhe bisedave, se si u përjetua pikërisht dita e djeshme, por mbi të gjitha çfarë ishte ajo ditë për Shqipërinë, çfarë sjell për Shqipërinë, çfarë sollit mirë, si u perceptuan ndoshta nga bota, do t'i referohemi sigurisht edhe mediave të huaja ndërkombëtare, të cilat kanë komentuar, kanë diskutuar dhe me sa duket ka qenë një koment shumë pozitiv, një këndvështrim shumë pozitiv, një optik shumë e mirë në raport me kurdoherë tjetër kur është folur për Shqipërinë. Në fakt pikërisht për të komentuar këtë ngjarje të djeshme edhe ndoshta për të mësuar edhe disa detaje të tjera të fundit të vizitës së Papës, për cilat nuk kemi ende informacion, sepse me sa dihet ai ka thënë dhe një konferencë për shtyp për gjithë gazetarët në momentin që ka hypur në avion, pra gazetarët që kanë shoqëruar gjatë rrugës së kthimit, ai është intervistuar dhe ka dhënë shumë përgjigje për cilat ne do të mësojmë pas pak në studion ton. Kemi gazetaren e njohur të ABC News, moderatore gjithashtu shumë e njohur, Mirela Milori, me të cilën do t'i komentojmë të gjitha këto zhvillime të ditës së djeshme. Mirë se erdhe dashur Mirela. Kënaqësi që të kam këtu. Një gazetare që profesionin e ka të vetin të tillë gjatë gjithë kohës në ndjekje të ngjarjeve, të lajmit, po dje ka qenë gjithë dita ngjarje apo jo, nga fillimi deri në fund. Hyn tek ato ngjarje që vërtet është përtej faktit që je gazetare, është një ngjarje e rëndësishme. Si qytetare, them se të gjithë shqiptarët e kanë përjetuar njësoj këtë gjë. Për mua është një ngjarje e madhe, për mua është një vizitë historike, jo vetëm sepse Papa erdhi te ne, ishte Papa i dytë që erdhi, sepse ka qenë Papa Gjon Pali, i cili në 25 prill të vitit 1993 ka shkelur tokën tonë, por sepse Papa Francesku, vizita e djeshme kishte dy momente të rëndësishme që duhet i themi, ishte përgatitja jonë, si do të prisnim, si do shkonte, ka pasur njoftime në sajte të ndryshme, sidomos media italiane që me gjithë respektin që kam, është një media pak spekulative në momentet saktuara, hodhi tezat që mund kishte edhe një sulm terrorist apo dikush indikuar, nga fakti, nisur gjithmonë nga fakti që Shqipëria është një vend me shumicë muslimane. Dhe natyrisht që siguria ishte elementi i parë bazë që diskutohej gjithmonë, a do të jenë masat e sigurisë të tilla që të parandalonin çdo gjë, dhe masat e sigurisë ishin të jashtëzakonshme. Aspekti i sigurisë ne pam dje që çdo gjë shkoi në një mënyrë të sinkronizuar, pa asnjë incident, që në momentin që avioni u ul në pistën e Rinasit dhe deri në momentin që u largua nga pista e Rinasit, Papa u ndje shumë, jo vetëm i sigurt, por u ndje mirë sepse i dhan vetëm dashuri shqiptarët kudo ku ai shkoi, si në Tiranë, si në Bupq të Fushkrujës. Kjo është ana e parë. Ana e dytë pastaj është çfarë impakti solli për Shqipërinë dhe për te Shqipërisë. Këtu ne mund të flasim edhe më gjatë. Po gjithsesi për Shqipërinë ka qenë një ditë e bardhë dje, apo jo? Absolutisht. Ku duket sikur ishin në paqë të gjithë me njëri tjetrin, u harruan të gjitha llojet e konflikteve që ekzistonin, qoftë mes njerëzve, u duket sikur të gjithë u bën nga pak më të mirë dje, po kështu edhe në politiku duket sikur se ekzistonin më fare konfliktet, të gjithë të mirë me njëri tjetrin, duke thënë fjalët më të mira për njëri tjetrin, një ditë e bekuar. Shumë ditë e bekuar që pasohet nga një ditë që presidenti çon në kushtetuese ligjin për KLD-n, pra ne u kthyem në realitet mbas ditës së djeshme. Pra dua të them që problemet janë aty. Dita e djeshme tregoi që politika kur ka vullnet bashkëpunon. Ne nuk e morëm vesh si qytetar, përtej faktit si gazetar, se si u bësheshi, si u rregulluan gjërat, si u rakorduan gjërat mes bashkisë që ka një forcë politike dhe qeverisë që ka një forcë, ka një mazhorancë tjetër. Pra për herë të parë ne pam që kur ka vullnet dhe kur duhet, gjërat bëhen. Dhe u bën shumë mirë me Papën, dhe shembujt i kemi. Sot ne kthehemi në realitet, vazhdon përsëri përplasja politike, vazhdon pra Papa erdhi dhe nuk na zgjidhi problemet. Por Papa nuk erdhi për t'i zgjidhur, apo jo? Absolutisht, por dua të them që ishte thjesht një vizitë apostolike. Absolutisht, por ideja është që mesazhet e tij të bien në veshin e duhur, të dëgjohen për të duhurit, sepse fjalimi i tij si presidencë
ishte një fjalim shumë i mirë, por duke që i drejtoi vërtet atyre që ishin aty, pra politikës dhe përtejsa njerëzve të rëndësishëm të vendit. Fjalimi i tij në shesh ishte një fjalim që ishte për Shqipërinë dhe për te Shqipërisë. Fjalimi me komunitetet fetare ishte një fjalim, pra çdo mesazh i tij është mirë që të përkthehet mirë dhe mos jetë një faqe e ndritur në kalendarin e secilit, por mundësisht, sepse ndonjëherë këto janë utopira kërkesat, por mundësisht të vihen dhe të dëgjohen, të kihen parasysh. Mirë, Mirel, ne në fakt kemi përgatitur disa materiale të cilat unë dua t'i transmetojmë një herë, po do të kemi një shkëputje publicitare në këtë moment. Dhe do të vazhdojmë me njëherë me materiale që kemi përgatitur në lidhje me vizitën e Papës. Kemi xhiruar dje në terren, sigurisht për të parë se si e kanë përjetuar qytetarët e Tiranës dhe cilat ishin emocionet e tyre gjatë pritjes dhe në momentin kur Papa kaloi pranë tyre. Publicitet, kthehemi shpejt. Do të cilë me njërë materialin e parë të përgatitur në lidhje me mënyrën se si e kanë pritur qytetarët dje Papën në sheshin Nën Tereza, apo edhe për gjatë gjithë bulevardit Dëshmorët e Kombit. E ndjekim dhe kthehemi sërish në studio. Vizita e Papa Franceskut ishte një ngjarje madhështore e emocionuese për mbar shqiptarët. Ndonse kryeqyteti kishte ditë që zjente nga përgatitjet për mbërritjen e Atit të Shenjtë, vetëm të dielën në mëngjes, teksa bulevardi Dëshmorët e Kombit mbushej nga qytetarët që në orët e para të mëngjesit, u pa se sa me dashuri e padurim po e prisnin shqiptarët Papën. Shumë prej tyre kanë ardhur nga larg, kanë sfiduar lodhjen vetëm që në këtë ditë të shënuar të kenë mundësi të shikojnë nga afër Atin e Shenjtë. Në sheshin Nën Tereza dhe në bulevardin Dëshmorët e Kombit, brenda një dite të vetme, janë mbledhur rreth 200.000 shqiptarë, të ardhur engas për të dëgjuar fjalën e Atit të Shenjtë. Dje kemi ardhur në Kosovë, kemi ardhur për ta prit Papën Franceskun, i cili sot do të bëjë bekimin e mbar popullit shqiptar. Kemi prit këtë ditë me ardhur me bekuar një popull i cili është shumë vujtur, edhe një herë me beku gjithë të trojtë shqiptare se kemë nevojë për bekimin e tij. Kemi pas shumë nevojë për bekimin e tij, inshallah në bekimin e tri e në gjithë popullin, në këtë tokë. Kena ardhur me nxezerët në 4:30 me nxez, kena ardhur për familjes Zymit të Hasit rrethina Prizrenit. Me familjen kena ardhur për ta shiçuar Papën për paqen pa dallim feje kretina. Kemi ardhur sot në mëngjes, këtu kemi qenë në orën 6, dhe jemi nisur nga ora 4:30 pak a shumë. Nga Lesha, familja e Baldrenit, një fshat aty afër Leshës. Ai vetë ka thënë, donë të vi për të ringjallur, për të përforcuar fenë, atë fe që ishte ringjallur në vitet 90 dhe tani donë që ta riforcoj fenë besimin ton, por jo vetëm tonin, për gjithë shqiptarit në çdo lloj besimi që është. Ne kene orët prej zonës Zadrims, prej familjes Shënshtifni, Blinish Lesh. Kena arsot në edhe një grup një rreth 200 vetë. Ashtë një ditë e madhe për Shqipërinë dhe për ne tonë. Jena shumë të kënaqur. Ta bekojnë Shqipërinë, sepse jena një vend i bekuar, po edhe bekimi i tij është gjë e madhe. Unë jam nga një fshat i Prizrenit të Zymit. Prej orës 2 më nis prej fshatit ton. Jam shumë e lumtur që kom ardhur për pritjen e Papës këto. Për mua është një shërim i shpirtit tim, kur e kom pa Papën. Për si shtet, si shqiptar, diçka është shumë e madhe, se këtu ka popull me shumë fe e një kombë. E kjo është diçka si udhërrëfys për të gjitha vendet tjera, Ballkanit. Nga Zymi, komuna Prizrenit nga Kosova. Sot në mëngjes në ora 3 jemi nisur nga fshati dhe kështu që kemi arritur me kohë. Po për ne vizita e Papës do të thotë shumë, sepse është shteti i parë në Evropë që po e pret Papën për herë të parë, Papa Franceskun, i cili me të vërtet po e viziton një popull që ka vujt shumë sidomos nga komunizmi. Për mua personalisht është një emocion i pa përshkrueshëm se në këtë moshë të pleqërisë veç po arri një jetë të shoh Papën e Shenjtë. Kam ardhur në Italia, jam afër qytetit ku ka lindur Papa, tamam. E kam ardhur afër Asti, quhet. Edhe kam ardhur Kastile me pa, e jam shumë e kënaqur. Në këtë ditë të madhe, një grup nxënësish të ardhur nga Shkodra
kanë zgjedhur një mënyrë të veçantë për t'i uruar mirëseardhjen Papa Franceskut. Kemi ardhur me bashkësinë e kishës, me familjen tonë, Qendra Jezusi Barioj Mirë, dhe kemi ardhur për të parë Papën. Për mua do të thotë shumë vizita Papës, sepse është vendi i parë që ka vizituar në Europë, dhe ndihem shumë e fat që jam shqiptare me këtë rast. E kemi pasur një ide të përbashkët, si bashkës. Është Keep Calm and Love Jesus, që do të thotë merre me qetësi dhe duaj Jezusin. Përgjatë bulevardit takojmë dhe nga ata që me dëshirën e mirë kanë vendosur që t'i bëjnë Papës një dhuratë. Sigurisht, nëse do t'u jepej mundësia. Këtë dhurata i kam sjellur nga Amerika ku kam qenë atje. Edhe tash me që erdhi Papa në vendin tonë në Shqipëri, kisha dëshirë që t'ia dhuroja Papës, po kaloj me makinë kështu edhe s'munda dot. Pse do doje t'ia dhuroje Papës? T'ia dhuroj një kujtim të kishte këtej nga Shqipëria për shembull. Emocionet për ardhjen e Atit të Shenjtë shoqërojnë çdo, madje dhe ata që kanë patur fatin që të ndjekin më parë një meshë në Vatikan. Është një bekim i madh për gjithë ne si popull, si vend. Unë kam qenë dhe në Rom për të takuar Papa Gjon Palin vite përpara dhe ardhja këtu e një pape ndihem sinqerisht shumë e emocionuar. Dita e diel nuk ishte e veçantë vetëm për besimtarët katolik, por edhe për gjithë besimtarët pa dallim feje. Të gjithë të mbledhur për të marrë bekimin. Jam shumë e lumtur për këtë eveniment, që do t'ja kujtoj shumë gjatë vajzës time, do t'jetë një eveniment edhe për të, që Papa sot viziton Shqipërinë. Unë vetë jam e besimit ortodoks. Është bekim jo vetëm për krishtërimin, por edhe për të gjithë besimtarët të çfarë do lloj feje. Unë në fakt jam e pakëzuar në kishë protestane. Papa është unik në botën aktuale që kemi dhe sigurisht çdo njeri, pavarësisht besimit që ka, ndjen respekt për të. Për ata mira qytetarë të ardhur nga anë e këndë Shqipërisë, por edhe nga Kosova, Maqedonia, Mali, Zi dhe rajoni, është menduar edhe një mundësi për të marrë kungatën e meshës. Atëherë përshëndetje, jemi motrat e dashurisë Shenjta Gjovanantides, por jo vetëm. Kemi edhe motrat e Nën Terezës, po edhe Ishinje. Pastaj motër Nadia që vjen nga Lushnjë, por që është italiane, një urdhër tjetër. Neve jemi këtu sepse gjatë meshës së sotme du të shpërndajmë kungimin dhe për neve të krishterëve mesha është kulmi i besimit tonë, sepse gjatë meshës neve ofrojmë verën edhe bukën që është ose korpi i Krishtit dhe priftërinë gjatë meshës shugurojnë me një lutje madhe shpirtit që thrasin shpirtin e shenjtë. Neve besojmë që kjo bukë dhe kjo verë transformohen në trupin dhe në gjakun e Krishtit. Atëherë ne jemi të bindur, besojmë që Krishti është i pranishëm në këtë bukë këtu, sepse është e shuguruar dhe korpi i Krishtit du ta shpërndajmë gjatë meshës së sotme. Emocionet arritën kulmin kur Papa bëri përshëndetjen e tij përgjatë bulevardit. Brohoritje dhe lot, një emocion aq i madh sa nuk përmbahet dot. Ora shënon 11, të gjithë në shesh mbajnë frymën. Papa Francesku do të nisë nga altari vendosur në sheshin që mban emrin e të lumes Nën Tereza, meshën e shenjtë. Besoh. Pak minuta më vonë nisi shiu. Ndoshta ai ishte edhe bekimi simbolik që Papa Francesku i bëri secilit shqiptar që ndodhej në shesh. Sepse shiu është greqet, shiu është ngarësi, është bollok, si që ndoshta edhe ai pak shiqëra, sepse nuk era shumë për fat të mirë, ndërprek, që mesha pati mundësi të vazhdonte normalisht, ndoshta ishte një shenjë e mirë bolloku, të cilin presim të na vi. Ishte një vizitë shumë pritur, e jetuar me një emocion të jashtëzakonshëm nga gjithë qytetarët që morën pjesë në mesh, edhe përgjatë bulevardit, përgjatë rrugëve ku Papa kaloi, i cili me thënë të drejtën me sa dinte nga informacioni gjatë kohës që kalonte në bulevard, ishte parashikuar që të shkonte deri me makinën e tij deri në ish Hotel Dajtin, pra deri aty ishte parashikuar më herët itinerari, por ai si shquhet si Papa që i thyen protokollet në momentin që zemra i thot të bëj diçka të caktuar, ai shkoi dhe deri në sheshin Skënderbej që bëri atë gjën e tij për të takuar qytetarët. Respektoi të gjithë besimtarët që erdhën.
Quhet papa i të thjeshtëve dhe është i tillë, madje një mikesha ime dje në Facebook bëri një status që nuk e di nëse do kishte ardhur Benedikti do kishte këtë lloj ndjeshmërie apo jo, sepse është një Francesku njihet, është një profil shumë popullor, është një profil shumë i thjeshtë. Megjithatë, me interes sot është mesazhi dhe pyetja që mund të bëjmë të gjithë është që po vetë papa si u ndjen nga ajo pritje. Në fakt ai ka dhënë një konferencë për shtyp ose ka biseduar me gazetarët që e kanë shoqëruar gjatë vizitës së tij, kanë qenë 3 gazetarë shqiptar, të cilët janë nisur nga Vatikani dje me të dhe kanë shkuar në Vatikan sërish me të. Dhe gjatë momentit që ka qenë në avion teksa fluturonte drejt Vatikanit, papa është shprehur për vizitën e tij në Shqipëri dhe ka thënë toleranca, do të thënë shqiptarët nuk janë tolerant, fet nuk janë tolerante me njëra tjetrën, fet janë vëllazërore. Unë aty kam parë një bashkëpunim dhe bashkëekzistencë vëllazërore mes tyre. Ka patur momentin e tij që është përlotur dhe që është prekur, është momenti i 2 martirëve të gjallë që kanë treguar jetën e tyre të martirizuar gjatë lutjes mbrëmësore ditën e djeshme, që ka qenë vërtet një moment shumë emocionues për të gjithë kush i kanë ndjekur, që t'jeme sakt me emrat, kemi të bëjmë me Dom Ernest Simonin dhe me Motër Maria Kaletën. Dhe në lidhje me ta, papa ka thënë që dëgjimi një martiri që flet për martirizimin e tij është një përvojë e fuqishme, unë mendoj se ne të gjithë u ndjem të prekur, ata folën në mënyrë të natyrshme dhe me një përullësi të tillë që u dukën sikur po përshkruanin historinë e dikujt tjetër. Dhe kjo mbase ishte ajo që e preku së tepërmi. Megjithatë, ka vlerësuar shumë faktin që të parët që kur ka hyrë në Tiranë, le të themi, që ka takuar kanë qenë martirët, jo vetëm të katolicizmit, por edhe të fesë ortodokse, edhe klerik musliman. Papa thot që kanë qenë dhe klerik musliman, kjo vlen për të parë mes tyre, sepse kanë qenë shembulli i gjallë i mbijetesës. Të gjitha historitë e tyre kanë qenë histori që përpara besimit në Zot sakrifikuan gjithçka në mënyrën e tyre, në mënyrën më të tmerrshme, sepse dim aktet mizore se si ata kanë gjetur vdekjen. Kjo ka qenë ajo që e ka impresionuar papën, por përveç Shqipërisë, them që mesazhet që ai ka dhënë ditën e djeshme e tekalojnë Shqipërinë. Gjeti Shqipërinë një vend me shumicë muslimane, por me një bashkëjetesë fetare. Opinionet janë nga më të ndryshme, por që ne e kemi. Ne e kemi dhe ai dha mesazhe për te kësaj. Pra, dje le themi të gjithë ne kemi dhënë një shembull të mirë për botën. Për herë të parë jemi gjendur në një pozicion të tillë në kohët moderne, sigurisht, ku ne kemi qenë një model frymëzimi për gjithë botën që na ka ndjekur dje. Por ama ne çfarë përfituam ne nga ana shpirtërore? Mendon që ka pasur një efekt i cili do të zgjas në kohë kjo vizitë e papës në Shqipëri? Nëse duam të dëgjoj mesazhet e tij, gjëja e parë është që secili nga ne, mendoj unë, është një kthim i madh tek vetvetja dhe mos haresa për të tjerët. Sa haroj fjalinë e tij në presidencë, në mes të tjerash në fjalimin e tij ka thënë globalizimi i tregjeve do të thotë globalizimi i solidaritetit. Pra, jemi në një sistem kapitalist, secili ka të drejtën të pasurohet, natyrisht brenda rregullave, ka të pasur, ka dhe të varfër, por kjo sipas papës nuk do të bëjmë që mos jemi solidar me njëri tjetrin dhe mos të harrojmë. Ndaj njëri tjetrit. Absolutisht të pandjeshëm. Ndaj them që e tha në një sallë të mbushur me njerëzit më të fuqishëm të këtij vendi dhe me njerëz të pasur të këtij vendi. Dhe uroj që ta kenë perceptuar mirë të gjithë këtë edhe të mos e harrojnë, sepse problemi është që në një moment ti e dëgjon një mesazh, emocionohesh, prekesh, mund të ndodhe edhe që të lotosh, por puna është që se sa gjatë qëndron ai mesazh me ty dhe urojmë që vërtet ky mesazh edhe ky bekim të qëndrojë gjatë me ne. Ndërsa në fjalimin në Mesh, për shembull, që është në lidhje me besimin shqiptar, që është një besim, si që thamë, vllazëror mes feve, tha, ju keni një besim si Shqiponja flamurin tuaj dhe Shqiponja fluturon gjithmonë lartë pa e harruar folen e saj. Zoti ka qenë gjithmonë në krah të kësaj Shqiponje, se ka zhgënjur asnjëherë dhe gjithmonë e ka ndihmuar. Pra, secili përkthen thash siç do vetë dhe siç i percepton, por unë mendoj që mesazhet. Ne kemi edhe planet e Meshës, kështu që mund të sjellim bulimin që po flasim dhe kemi ndaluar te ky moment. Pra, mesazhet kanë qenë përtej Shqipërisë. Mos harrojmë që vizita tjetër e papës është në Turqi.
Turqia është kufi me Irakun. Iraku është një vend, dhe madje ai tha, unë nuk kam se të ndryshoj kufit gjeografik tani, po shkojnë Turqi që është kufi me Irakun, ju më pyesni, por Iraku është një vend ku fet s'kan shkuar mirë asnjëherë. Prandaj them që mesazhet janë për te nesh. Po. Me që dolëm tek pjesa politike dhe nuk e di se sa po shkon edhe për një qëllim të tillë, në fakt e pas ka thënë që nuk po shkon për qëllime politike, edhe në Turqi sigurisht. Këtu ju shmang një pyetje tërësisht direkte në lidhje me pavarësinë me shtetin e Kosovës. Faktin që shteti Vatikanit nuk e ka njohur ende shtetin e ri të Kosovës. Madje, përgjigja ishte tërësisht e shmangse ndaj një çështje të kësaj natyre. Mendoj që feja katolike është feja më politike. Mendoj. Unë jam e këtij mendimi. Në sensin që Papa nuk ka nevojë të bëj politikën dhe të thot de facto ca gjëra, sepse me praninë e tij thot shumë. Natyrisht që njohja e Kosovës është një moment që ne të gjithë duam, do të thonë ne presim sa më shumë shtete, përfshirë dhe Vatikanin, që të njohin një realitet tashmë, nuk ka vend për diskutim më. Presim të shohim. Po pse nuk e njohin? Duhet pyetur Papa. Çfarë i pengon? Ndoshta funksionon si një shtet i mirëfillt edhe Vatikani, duhet bëj politikat e veta, po që urojmë që duke pas parasysh se sa shumë shqiptarë nga Kosova kishin ardhur dje për të ndjekur nga Malizi, nga Kosova, nga Amerika e Largët, nga Gjermania, Zvicra. Po kanë fjalën nga Kosova, tregon se sa shumë e duan edhe atje, edhe presin me shumë mangët, me siguri, një fjalë dhe një shprehje të Vatikanit, sigurisht përfaqësuar nga Papa, kështu që të gjithë do ta uronim ta kishim një pozicionim të qartë edhe një përgjigje pozitive të njohjes së shtetit të Kosovës. Po të ndalojmë pak te mediat e huaja. Sigurisht që e gjitha kjo, me zgjidhje atyre komenteve pozitive, ne i shohim ndërkohë në sfond CNN-in, i cili ka komentuar këtë lajm, po kështu gazeta të tjera, sajte BBC e tjerë, të cilat e kanë parë të gjithën e kanë komentuar nga një këndvështrim pozitive dhe ky është një përmirësim akoma më i mirë i imazhit të Shqipërisë, sepse kohët e fundit jemi munduar që të bëjmë gjëra të mira, i qoftë me turizmin, që jemi munduar që Shqipëria të vinë në faqet e shtypit ndërkombëtar me më të mirat e veta. Por nga ana e financiare, si përkthehet kjo lloj vizite e Papës në Shqipëri? Si mendon? Përpara se të shkoj këtu, do të them që mbas çështjes së Kosovës, mendoj që është momenti më i dytë që ne kemi të rrequr vëmendjen e botës për organizimin e një eventi. Atje kishim të tjera rrethana, por imazhi ishte shumë i mirë për atë që bëm. Këtu jemi në tjera rrethana, përsëri imazhi është shumë i mirë. Dolëm një shtet demokratik që dim të presim, dim të përcjellim dhe imazhi është pozitiv. Ana financiare nuk di të them konkretisht, por di të them që mbas vizitës në Korea ka përfituar $500,000 ndoshta në ndihma. Pra, nuk di të ta them fjalë për fjalë se çfarë kontributi ekonomik ne mund të kemi në plan të parë. Por një mesazh i mirë do të thotë besueshmëri. Dhe besueshmëri më e lartë do të thotë investime. Investitorët që janë vendosin të rinë, të tjerë që janë të lëkundur vendosin të vinë, ata që s'na njohin fare kthejnë vëmendje dhe na shohin. Pra, imazhi dy herë. Imazhi i mirë, siguria e lartë, ai lëvizi përgjatë një sheshit hapur, mesha u bën në një ambient të hapur, pra të gjitha këto janë tregues pozitiv. Po kështu besoj edhe në turist. Jo thjesht në investimet, jam e sigurt që Shqipëria do t'i këllojë akoma më interesante edhe për të gjithë ata të huaj, të cilët pëlqejnë të udhtojnë, kërkojnë aq më tepër vende ekzotike dhe Shqipëria besoj unë tingëllon e tillë, ashtu nga ato llojin e vet, natyrën e vet origjinale. Më vete pastaj që unë ndaj një mendim që përveç se faktit që ne vazhdojmë të themi jemi ekzotik, jemi kështu, në radhë parë ne duhet japim shërbime njerëzve që vinë turistëve, sepse nuk ka vetëm turist me backpack që duan të shkojnë 3 ditë në Drimadhes të flënë për çadra dhe tikin, ne duhet të tërheqim dhe një lloj tjetër turizmi. Jo, ekzotike për nga karakteret e vetë shqiptarëve, kam përshtypjen dhe mënyra se si e bëjmë turizmin, ndoshta edhe kjo mund të jetë ekzotike. Por ne duhet të synojmë në një lloj tjetër turizmi, jo tek turizmi 3 ditor, ta shoh një herë dhe mos vim më. Po. Gjithsesi është një vizitë pozitive, besoj nga të gjitha këndvështrimet apo jo. Domethënë, bilanci është shumë pozitiv, duke parë parasysh
edhe që e gjitha shkoj shumë mirë, apo jo, si që ishte programuar, plus edhe e përmbyllur edhe me këtë intervist të papës, i cili e ka dhënë këtë intervist para gjithë gazetarëve të akredituar, të gjitha mediave ndërkombëtare të cilat e shoqëruan dhe morën pjesë në këtë vizitë të papës. 3 për gazetarëve aty kanë qenë shqiptar, njëri prej tyre ka qenë gazetari Blendi Fevziu, i cili me siguri sonte në program sot në programin e TK, por përpara se të vinë në Klan, do të flas me siguri për do ndaloj në këtë ABC intervistë. në orën 7:30 tani, domethënë jemi rreth 3 çerëkore. Dhe do të flitet për intervistën e pas do jetë në pas studion e vizitës. ABC Newsit, ku do t'rregoj natyrisht për vizitën e plotë të papës, par tani nga syri i gazetarit që e kanë ndjekur atë. Shkëlqyer. Kështu që do të ndjekim me një herë, sa vot kalosh në një tjetër ekran, ABC News. Të falenderoj ndërkohë shumë që ishe këtu Mirela, ishte kënaqësi dhe të uroj punë të mbarë. Faleminderit. Ne kemi publicitet, takojmë pas pak.